kemi një situatë me të cilin gjykata i referohet më njerë në vendimit datës sa jemi sot, 28 janar, apo? Dhe thëtë kuvendi të respektoni ata. Tash të vendosja mundet mes me respektu, dhe kuvendi vazhdon me funksionu pa nën kryetar, por duhesh me ditë kushtim që zyrtarisht nuk është i konstituum. Pra, ilegalisht mbahet mos respektim se çdo kam pak jo. Mos respektim të çti vendimi. Po ata nuk kanë respektu. Po jo, s'kan me votu. A e njëve pyetën çfarë? Me votu s'kan me votu. Po nëse se votojnë, nëse se votojnë, nëse se votojnë, nëse se votojnë është akt politik i tyre në rregull. Por e votojnë pjesa tjetër sepse pjesa tjetër e respekton kushtetutën, kaq politikisht konstatohet që këta një zëri po vazhdojnë në sinkron të bëjnë shkelje kushtetuese për përfitimet e tyre politike. Lista serbe kushtrim, 1. Dhe bashkëdyzimi pan 2 janë kryefjale vetëvendosjes programin e tyre. Kjo e kom thonë 100 mijë, s'pe them sonda. Pra, pa listën serbe dhe pa panin, problema është vetëvendosja me funksionu politikisht në skenë. Në këto debatet. Pse? Dy tema. Pse? Sepse këta përzime terrorizëm, ata përzime korupcion. Po çfarë të kallzoj pse? Po anë çka të keq këtu. Pse a do të më shtyme një subjekt politik në Shqipëri, vetëvendosjen Kosovë, me çdo. Kushta që ka të keqe? Po pikërisht. Unë përmena 2 veprime politike që i bën vetëvendosja. Lista serbe dhe pani. Pse? Ish pani. Po dhe është ka edhe pse? Sepse janë kryefjala e programit të tyre politik. Po pse është? Ato pse tu e thon ti? Po pikërisht. S'o du me thon ta pse? Po pse na kemi diskutuar 100 mijë? Pse? Po sigur po i vjen. Çfarë do të them pse? Sepse pani menon që ka shkatru këtë vend për 20 vjetë dhe ka s'ka bo kur zho, dhe dyta sepse lista serbe është dirigjuar prej fuqishit dhe radhëqishit. Këto janë 2 tema në të cilën na mujmë fol deri në mëngjes. Ka na fol mjaft për to. Këto janë tema që kemi diskutuar se nuk kemi klas sport. Jo veç në konsekuencë politike është kjo. Ky është vendim politik i vetëvendosjes. Mund ndodh kështu që ta respektoj, por ta mos votoj. Por në sens, nëse nuk zgjidhet nga shumica serbe, në këtë rast nga propozimi i listës serbe, nuk ka zyrtarisht kuvend të konstituum. Pra, është në shkelje. Kushtrim, kjo është. Nëse nuk votohet të gjithë në kryetar,